Ka kompani që ka të dhëna për ty më shumë se cila do qeveri. Kontrollon çfarë shikon, çfarë blen dhe çfarë mendon. Përballet me miliarda pa di. Megjithatë, e përdor çdo ditë. Nuk mundesh t'i ikësh e as të fshihesh. Po flasim për Google, që është një dhe e pazavendësueshme, që paraqet motor kërkimi i cili faktikisht ndjek çdo hap tëndin, manipulon atë që ti e sheh, e rënon konkurrencën, u ndihmon qeverive të cenzurojnë internetin, paguan predator e eksploaton punonjësit. Shmang tatimet e madje edhe vjedh dosjet e tua mjekësore, e gjithë kjo duke e thënë se e bën botën vend më të mirë për të jetuar. Po ju tingëllon si marzi, por për fat të keq e gjithë kjo është e vërtetë. Le të shtjellojmë pakës. Google është gjithandej, kontrollon rreth 90% të tregut global të kërkimit, zotëron platformën më të madhe të videove në botë, YouTube, sistemin operativ më të përdorur për smartphone-ët Android, shërbimin më të mirë të emailit Gmail, plus një mori aplikacionesh dhe kompanish të tjera, dhe rrjetin më të madh reklamues në botë. Është si një hider teknologjike, sa i pret një kokë i shfaqen edhe 3 të tjera. Google fiton 237 miliard dollar në vit duke u ashitur të dhënat e tua reklamuesve, dhe kjo përbën 77% të hyrave të saj. Me fjalë të tjera, Google nuk është thjesht shfletues, po kompani vëzhguese e paketuar si kompani teknologjike. Vetë Bashkimi Evropian e ka gjobitur kompaninë Google me 8 miliard euro në dekadën e fundit. E në anën tjetër të Atlantikut, edhe Ministria e Drejtësisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi lëndën më të madhe anti-monopol të fundit të këtij lloji, që e kishte iniciuar kundrejt kompanisë Microsoft në vitet e 90-ta. The US Department of Justice sued Google with 11 other states. In the months after that, 38 more states joined that lawsuit. The Department of Justice in the states claim that Google has unlawfully monopolized the market for general search. Mirë po si ky monopol po mbetet monopol. Për shembull, Google fshehtas bëri marrëveshje me kompaninë Facebook me emrin e koduar Yeti Blue për t'i rregulluar çmimet dhe për të ndarë tregun e reklamave në internet. Mbi 200 gazeta paditën kompanitë Google dhe Facebook për t'i rikuperuar humbjet nga kjo skeme dyshim të reklamimi. Megjithë këtë, pse të gjithë duan të reklamojnë në Google? E po pse? Sepse Google ka një huri për ty më shumë se kushdo tjetër. A ju kujtohet ajo kapela e detektivit që ju shtyn të ndiheni të fshehur? Lajme të këqija, Google edhe atëherë ju ka vëzhguar. Në fakt, ata sapo paguan një padi prej 5 miliard dollarësh që kur u kapën duke i spionuar përdoruesit në regjimin incognito. E keni shqyqur historinë e lokacionit? Nuk ka rëndësi. Hetimi i bërë nga Associated Press tregoi se kompania Google i ndjek lëvizjet tuaja edhe kur në mënyrë eksplicite i thoni të mos e bëj atë. Nëse edhe kjo nuk ishte mjaftueshëm shokuese, automobilat e Street View faktikisht qenë përdorur si spion Wi-Fi. Në vitin 2010, Google përfundimisht e pranoi se veturat e saj për hartim fshetas kishin mbledhur të dhëna nga rrjetet private të Wi-Fi-s, duke përfshirë adresa elektronike e fjalëkalime private. Autoritetet në së paku 9 vende zbuluan se kompania Google i ka shkelur ligjet e saj. E tash për privatësinë, kësaj radhe të shëndetësisë sate. Në vitin 2019, gazetarët e zbuluan atë që quhet projekti Nightingale, që paraqet marrëveshje të fshehtë ndërmjet kompanive Google dhe Ascension. E kjo e fundit është një nga zinxhirët më të mëdhenj të spitaleve në SBA për tubimin e dosjeve mjekësore private të miliona pacientëve. Kjo pa dijenin dhe pa miratimin e mjekëve e as të pacientëve. Mirë po dëgjojeni edhe këtë. The tech giant has been secretly collecting medical data on millions of Americans without them even knowing about it. Në vitin 2018, kompania teknologjike amerikane, e cila dikur krenohej me luftën kundër cenzurës në internet, e zhvilloi atë që njihet si Project Dragonfly, plan sekret për krijimin e një shfletuesi që do të bllokonte gjithçka që nuk i pëlqen qeverisë kineze. Projekti ka qenë aq skandalos që të punësuarit në Google ishin revoltuar, ndërsa projekti ishte suspenduar në vitin 2019. Por vetëm gjoja, le të kalojmë tek inteligjenca artificiale. Google pëlqen të flasë se sa përgjegjës është për këtë teknologji që po zhvillohet me shpejtësi, përveç shkarkimit të 2 studiuesve kryesor të inteligjencës artificiale, Timnit Gebru dhe Margaret Mihtel, pasi ata kritikuan paragjykimet racore të pranishme në inteligjencën artificiale të kompanisë Google. I did not resign. I believe I was fired. I think they cannot continue to say they quote-unquote care about diversity. So we should stop believing that corporations of their own volition
will do something about this. Kufit etik, Google sigurisht ka talent për zhvendosjen e tyre. Kompania masivisht fsheh tatime. Konglomerati i teknologjisë transferoi gjithashtu 19.9 miliard dollar përmes një kompanie në Holand për t'i shmangur taksat. Ish-kryetari i Google, Eric Schmidt, madje tha se ishte e krenar për skemën e tyre të shmangjes së taksave, duke e quajtur atë kapitalizëm. Marrëzi, vazhdojmë tutje. Google e posedon edhe YouTube-in dhe qëlloi çfarë? Në mënyrë të paligjshme kishte mbledhur të dhëna për fëmijë. Në vitin 2019, Komisioni Federal i Tregtisë së SHBA-s gjobiti kompaninë YouTube $170 milion për shkelje të ligjeve të privatësisë së fëmijëve. A ke dëgjuar për Google News? Këto janë aparate për shtëpi të mençur, të cilët ju dëgjojnë edhe kur janë të shkyqura, ose Fitbit. Google e bleu për $2.1 miliard për të ardhur deri tek të dhënat e tua shëndetësore. E tani njihu me personin Andy Rubin, baba i Androidit. Kur ai u largua nga Google i turpëruar për akuzat për sjellje të pahishme seksuale, kompania i dha atij një pagesë për shkurtim nga puna prej $90 milion. Nuk u pushua as u thirr në përgjegjësi. Në vend të saj u pagua dhe i u dha mirënjohje. Tani për planetin, e dini se emetimet e karbonit nga kompania Google janë rritur për 48% në 5 vitet e fundit. Google's greenhouse gas emissions are skyrocketing. Ose që blen ujë nga zonat e goditura nga thatësira për qendrat e saj të dhënave, ndërkohë që popullsia vendase nuk ka as për të pirë sa duhet. Google dhe Microsoft konsumojnë më shumë energji se disa vende të mesme. Dhe për fund, në vitin 2021 Google nënshkroi kontratë me ushtrinë izraelite për të ofruar shërbime të inteligjencës artificiale dhe për re. Punonjësit e kompanisë Google protestuan, organizuan protesta dhe pastaj u pushuan nga puna. Memorandumet të brendshme madje qarkulluan brenda kompanisë duke paralajmëruar se marrëveshja mund të lidhej me krimet e luftës. I'm a Google Cloud software engineer, and I refuse to build technology that powers genocide. Mirë po biznesi është biznes. Dhe ja lajmet më të reja. Google sapo shpenzoi $32 miliard për të blerë startupin kibernetik izraelit Wiz, themeluesit e të cilët shërbyen në njësitë e inteligjencës së ushtrisë izraelite, të njëjtat që i spionojnë palestinezët. Mbas është koha të fillohet të googlohen alternativa për fletuesin Google, pra sa të jetë tepër vonë.